Përshëndetje, këqërë për mështinje me kesh këj farhojni për të kës, qka kështë thonë, 20 vjetë në qeveri, kur s'ka full për të mi, ngone, veç ngone pak. Nëse je prem dhe ki fëmi nën moshën 16 vjeçare, e kam një lajm super mirë për ty. Jemi zotuar që kemi mbështet prindit me 50 euro në muaj për çdo fëmijë deri në 16 vjet. Kjo është nivel e rregull për shpenzimet që përsëriten çdo muaj. Shkolla 20 vjetë janë konë qeveri, kur njëtën e vetë këta një cent për fëmijët e Kosovës nuk i kanë dhonë. Për fëmijën e vetë i kanë dhonë ka 400.000, ka 600.000 euro i kanë posë në për konto numra. Edhe pse i ka posë 12 vjetë, i ka posë në konto numër 600.000 euro. Amo, për fëmijën e Kosovës asë një herë s'kanë menu këta hojna. Për fëmijët me thonë për jo për 20 cent ose një dhorat për vitin e ri, 20 euro, s'po di 5 euro, 1 euro burë, kur 20 vjetë s'kanë dhonë. Sot del kë rënë këtu para kamera rënë, edhe thëtë kemë super lanë mirë, ja vjopëm tash ka 50 euro. Me thonë, Karo Albini ju ka mësu edhe me full. Karo Albini ju ka mësu juve hojna, qysh bëhet edhe fushata, se ju keni bëhet fushat veç qysh me vjedh 200 hektar, 300 hektar tokë me shit në fabrik, e me maru në fabrik qokolada, se kur këj hojni, se këj ka 20 restoranta në Prishtinë, edhe një 2-3 fabrika qokoladave i ka në për Prishtinë, e për banesa, për kësi lokale, afariste ka shumë, se hajnë me përvojt, 20 vjetë kanë vjedh, se s'kanë menu për thmine e Kosovës, se kanë menu këta për veti, edhe sot delëm shetë menë mu, thët, na kena minimu thmive të Kosovës, po kanë një mund të jo hajnë, po ti e hojnë e numër një të 20 vjetë ke prodhu, për din veri atje keni pas fabrikat e juja në veri që keni prodhu pare, sa keni mujtë. Edhe vjen në mshet këtu patriotizm, në ditësodit, thët, na kena minimu thmije, për qëfar kanë një më në brejo, për qëfar një mund në jo hojna, në këtë tjetërën, edhe ma keqe. Qërë kjo? Dona Lalloshi është komandant moral i sektit televizës. Duke këndu liderit për zgjalli, na kemi pa këtu kjo komandante për moral është. A këta të natën në përru dhe kënojnë Hashim Thaqit e Kadri Veselit pa nale, da me dime, da me bime, me altia, me kalasha të gjujt, edhe nuk nësë po tali me thonë këtyne që ju pe kënoni Kadri Veselin e Hashim Thaqin. Jo, veç kësaj për bajt folja që e Dona Lalloshi njetën e vetë nuk ka hime vjen në parlament, su kur kjo që hinke për aderën e dilke në tjetërën, veç e në nshkrujke për me vjen shtetit 170 euro me ditjen. Aja nashta komandante është për moral, veç hajnesh nuk është, ja që ato s'mund është me në gjitë. Ti mund është me thonë që ka kënu Kongë, ka kënu për Albinin e gjithë shka, ama hajne, së kur jo, aja nuk është. Ja, që ato nuk mundi me në gjitë. Se, që to nuk e ka, dhe sot jo, nështë ta nesër bëhet, nuk e di, unë nuk thamë që nuk bëhet, ka mundësi që edhe bëhet. Ama dhe me sot, ti e hajne, aja jo, aja nuk është. Se ty t'ka po krejtë Kosova që ke hi për një dere, ke nënshkru, edhe ke ikë për derën tjetër. Për 170 euro, të shinkon 170.000 euro, thët njeri hajtë bre se e bën gjithë kushit, se shumë e madhe pare. Po me ditja 170 euro, 200 euro, nuk s'ka ma shumë. Për 200 euro ke prunë vetin me të po krejtë Kosova të hinje të dole të donë në shkrim për 170 euro, edhe ki moral me dole me na fol neve, me thonë e Dona Lalloshi është e partisë sektit. E jo shka e një jo, qëfar partije e një jo, qëfar sekti e një jo. A nuk ju vike marrë ju sekti për dykës e le dykës e akës, kër i preqin shkit me orë për Beogradit, me tablat Beogradit në bërë qeverijës jo hinke ato, edhe u moshke u borë qeverijës me kjere për Beogradit. Sot që ato nuk i ki, zoj e nderuar. Sa është shumë leti me dalë me folë shka dush. Se kërkush nuk nëllë, ama vërteta është tjetër sen. E vërteta është se ti ke hi për një dere, ke nënshkru e ke dalë për derën tjetër. E nuk mund është me shqit moral, e Dona Lalloshit, jo po ka knu, jo po s'ka knu. Ajo e knën kanë e dënë ajo, jo kanë dënë ti. Me pas knu Hashim Thaqin kështë e rejshu plak.
më falni. Po ti nuk mundesh, çfarë njerëzin jo kështu, jo po ti je budall, ti je trum shpërlar, ti je sekt, nëse ti je me një parti tjetër. Pa jo shkajni ju bre. Pa jeni jo që ata që keni prit listën sërbe me ardhë pe Beogradit me votu qeverien. A jeni jo që ata që keni thirë shkit pe Serbijës me ardhë me vjellë Kosovën bashkë. Pa jeni jo që ata që autostradat, gjysën autostradat i ka shtru Radoqiqi. Ja sot për del për në shet moral tja? Ja ben, nuk dërohet kjo, për leje. Tani po thojnë, jo po pse pe dën Albin Kurtin, pse pe votën Albin Kurtin. Po qysh mës me votu bre Albin Kurtin? Po krejt që të dzezaj nuk i ka, po këtën aj hajnë nuk është. Është i pari kryeministër që ka menu për fëmijën e Kosovës. I pari kryeministër që ka menu që nanat kur lindin me pas një rrugë vetën. Është i vetmi njeri që një plak ose një plak në që se qyrë fëmijën e fëmijëve të vetë mundët me marrë 100-200 euro në mujt. Po ju së të sane se keni bon bre kur? Kur bre se keni bon së të sane? Vetëmin sen që keni bon jo keni vija veç për veti. E djetë këtë bota e din që veç për veti keni vija sa keni mujt. S'keni lanë sen bre pa vija. Edhe dheve nja keni vija Kosovës, edhe delë shet moral. Kja nuk s'munësh me bajt këto sena burë. Po të paktën bëli mos del, që the kë deputeti i Stugut, tha do komandanta, do luftetar, tha nëse të mira në kon, tha po janë mashtru mas luftës, kanë vjedh pak, të paktën tha ne të rrim për mas, tha se na nuk i nshojmë, na i mbrojnë edhe ata, po bëli mos dalin për para, din, se janë mashtru kanë vjedh. Ma ti edhe ke vjedh edhe po del, për në shet moral këtu, di qysh pak si e rambre për një njeri që ka pak trum, se pra i që s'ka trum, ti mund është me shit moral të nditën, sa i s'ka trum. Bëdjava, të shka dusha e qaq, nuk s'mendan e më largë. Ka mod një njerit normal, kër e din që keni vjedh ditë e natë s'keni lanë sen pa shit, dhe edhe doganën bre keni bon privatizu, doganën, s'keni lanë sen pa shit. Mës në shet një moral këtu me dalë në televizor me full pa lidhe, jo aje, jo kjo, jo kë, jo ashtu. Pa nuk të ka hirë burë. Nese, jo e dini, ama mendimi jam është qështu, mendimi jam është me a thonë ato që ka meritoni, mendimi jam është me a thonë mos me lanë me harru që ato hajni që keni bon për para, me a thonë edhe sot para zgjedhjeve, edhe nesër, edhe mas nesër, edhe mas zgjedhjeve, njëjtë ka me a thonë, deri sa të mu shimen me thonë, po na falni, na kena vjedh, po nuk vjedhëm ma. Se kërkush nuk po thëtë, vëllaj na kena vjedh, po tash, ajo ku ka hec, edhe ma prej sodit, ka me kon njeri regull, ka me kon një mirë, ka me punu për shtetin. Ju nuk përthani këto. Ju vesh premtimet të thata, edhe hajnien nuk e përmend kërkush, që keni vjedh. E këto s'ja falë populli, ja. Gabime keni që menani që një dit ka me falë populli hajnien. Ju përshëndes kaloni mirë deri në video në arshme. Ju të pozitës lajka, ne koment mirë që muni që së në nga një videon, inshallah si odhem kry shumë, veç e muni me ka përcy, edhe mos me këshyrë heqë burë se unë e type me zartë nuk vi, me jo thirë, hajde këshyrë me videot e mija, po që së të pelqen, veç e ka përcen. E ju tjertë, kushini me Albinin, lajka, komente, shpërndane, subscribe, tanat, shkat mëni me bo, sa ma shumë me shpërndo videot. Ju përshëndes e kalani mirë gjithë.